A tutësh me hyp në lift. A ndjesh sikur po të zihet fryma, trej zemra fort edhe fillon me u djersit kur je në lift. Shumë njerëz e kanë këtë frikë edhe kur e dinë që s'ka asnjë rrezik. Nëse kjo ju ndodh shpesh edhe me intensitet të madh, quhet klaustrofobia. Kjo është fobia më e zakonshme në botë. Njerëzit që e kanë këtë fobi nuk durojnë hapësira të mbyllura si ashensor, dhoma padritare, me bo rezonancë magnetike bile edhe në kerr kur ngec në trafik. Në një studim me mbi 55.000 pacient që kanë pas me bo rezonancë magnetike, 2.1% s'kan mujt me përfundu skanimin për shkak të klaustrofobisë. Kur përdore një skaner më i hapur edhe më pak i zhëmshëm, kjo shifër binte në 0.7%. Tash kalojmë në anën tjetër. Një fobi që flitet më pak për të është megalofobia, apo frika prej hapësirave ose objekteve të mëdha. Objektet si ndërtesat, kullat e mëdha, statujat, malet, madje edhe pamjet artificiale si dinozaur të mëdhenj, shkaktojnë reagime të fuqishme fiziologjike të personat me megalofobi. Sikur klaustrofobia, edhe kjo është frikë e cila shkakton ankth. Trupi mendon se ka diçka që është e madhe edhe është rrezik edhe s'moj me kontrollu. Në të dyja rastet, problemi është se qysh truni e përpunon hapësirën. Në klaustrofobi ti ndjehesh i mbyllur, ndërsa në megalofobi ti ndjehesh i pafuqishëm përballë diçkaje shumë të madhe. Fatmirësisht ekzistojnë metoda që munden me ndihmu në menaxhimin e fobive si këto. Një ndër to është desintetizimi sistematik. Kjo funksionon duke i ekspozu personat në ambiente që ju sjellin ankth gradualisht, derisa ata mësohen edhe niveli i ankthit ulet. E jo, a tuteni prej hapësirave të ngushta apo prej hapësirave të mëdha? Kallëzoni në komente edhe për më shumë video si kjo, subscribe Urban FM 103.5 në YouTube edhe në krejt platforma të tjera.